Unë edhe kam thënë edhe këtë gjë që nuk ka të bëjë vetëm me filtrat e Instagramit ose të TikTokut, po ka të bëjë edhe shumë, për shembull, njohim shumë njerëz të famshëm VIP që kanë një ndërmarrje mbrapa tyre. Pra është dikush që u kre flokët, dikush që u bën këto botoxet etj, që u bëjnë thonjë, dikush që u jep një fustan, ose dikush që i bën një foto të bukur, një fotograf. Pra ka një ndërmarrje shumë të madhe mbrapa tyre dhe i bëjnë këto vajzat e bukura, këto personat e jashtëzakonshëm, kur në të vërtet janë njerëz normal, si gjithë tjerët. Dhe çfarë ndodh me vajzat e vogla, 18, 19, 20, i shikojnë këto persona që janë në Instagram dhe mendojnë për veten e tyre, po unë nuk jam si këto, unë nuk jam e arritur si ky person, nuk jam e bukur, nuk jam e arritur, dhe çfarë ndodh? Ky krahasimi vjedh gëzimin, vjedh identitetin nëse këto adoleshent nuk ndihmohen. Kështu që çfarë ndodh? Ndodh që për të arritur një klikim, për të arritur një konfirmim, një aprovim, ato mundohen të bëhen si këta të tjerët, dhe kur nuk e arrin, fillojnë dhe shkojnë në depresion, kanë ankth, kanë shumë probleme